E vërteta e aplikimit të dashurisë është kjo, misioni pa dashuri është thjesht zhurmë. Dashuria e vërtet jep ungjillin, nuk është selektive, nuk imponohet, por jep veten në mënyrë të plot. Nuk e din që ose mund të nxirrni atë slajdin e parafundit. Faleminderit. Këto janë 6 elementet kryesor të misionit të Perëndis në tokë. Deri tani, unë u mundova t'ju shpjegoj si vepron Zoti dhe si kërkon Zoti të veprojë nga ne. E nisa nga 1 dhe përfundova te 6, po shikoni se çfarë ndodh nëse fillojmë nga 6. Unë i dua njerëzit. I dua njerëzit me një dashuri të tillë sa sa jap jetën për të tjerët, sepse dashuria është shenja më e madhe e krishtërimit. Duke i dashur njerëzit, unë përqendrohem që njerëzit nëpërmjet marrëdhënies me mua të marrin Krishtin dhe jo përralla. Duke u përqendruar te kjo gjë, unë përshtatem. Jo t'i imponoj njerëzve atë që unë dua, por jam atje ku jetoj njerëzit duke ndërtuar ura lidhse. Duke ndërtuar ura lidhse nëpërmjet përshtatjes, unë mësoj se çfarë nevojash ata kanë. Duke mësuar se çfarë nevojash ata kanë, unë lejoj që ungjilli të shkoj drejt për drejt tek ata, duke më kushtuar mua kohë, sakrificë, para edhe përkushtim të plot. Duke u përqendruar tek nevoja e tyre, unë e vë veten në shërbim të tyre, mishërimi, të vësh veten në shërbim të tyre. Dhe në fund fare, mbasi kam bërë të gjitha këto hapa, unë kam arritur t'i shpall një personi, lajmin e mirë të Jezus Krishtit. Kjo është zemra e misionit të Perëndis për njeriun, kjo është zemra e misionit të Perëndis për kishën e tij.